E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, salavat dhe selam i dërgojmë pejgamberit sa. Qysh duhet me kërku shërimet tek Allahu subhanahu wa taala, ose qysh është trajtimi i mësyshit edhe i hasedit. Kjo ka disa për mënyrave që e përmend dietarët, për tyne është duke u lo me ujin e abdestit të atij i cili ka pas mësysh tek ti. Duke e kërku ujin e abdestit tina, që shohën në hadith, mu pastru me ata ujë edhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala me shpresu tek Allahu azza wa jall shërimin. Tjetra është me rukje, pra me Kur'an. Edhe tjetra është edhe me dua dhe me lutje. Pra kjo ka dy gjendje. Nëse dihet ose dyshohet kush është ai i cili ka mujt me pas mësysh, në këtë rast duhet më ulo me abdesin e tij. Po tash tu e ditë që ka njëherë shpesh mund ndodh dikush që i vjen në rën, nëse shkon edhe ty të kon zemra kur thuj nana, ose dyshon që filoni kur anë shpet e ti, ose ti kur shkuve te aj, ka mujt me ro mësysh fëmis, ka mujt me të ro mësysh ty një çështje caktume, tash dikush mundet me pos defektin këtë aspekt edhe me thonë që kur filoni mu për shembull ma lypi ujtë e abdesit, qysh po më nënaj që në bëj sehire, qysh po më nënaj, kjo nuk lidhet me sehen, ose me mësysh. Kjo mundet me ndodh. Pra mundet me ndodh një vëllai musliman me thonë Allahu me berek, mu lut që Allah me begatu, mu befasu, nuk e ka po më ti, edhe ai ka mrin dije, nuk e ka po më ti, edhe ai ka mrin diçka pasuni, ose shtë më rodha i bje mësysh. Jo pse kë me të vërtet ko urrejtjen ndaj tij, ose xhelozin ndaj tij. Po mund ndodh në çast caktum. Pra po du me thonë, nëse vjen dikush te ti me lyp ujin, nuk dohet na me menu veten që jena persona të këqij, a e kena doshta ti të keq që na ish përvu. Po ka mujt me ndodh. Edhe dush me kon i hopën këtë aspekt. Po inshallah në marr abdes, edhe ta jepi ujin e abdesit tem, edhe i kërkoj folja Allahut subhanahu wa taala, nëse ku mujt me tro ty mësysh. Po Allahu azza jall dëshmon që në ta du të mirën ti. Allahu azza jall dëshmon që kur ti ki fatkeqësi, unë s'nina mirë. Nuk gëzona me fatkeqësi tua. Gëzona kur ti gëzohesh me mirësitë e Allahut. Edhe don Allahu subhanahu wa taala me ujë të abdesit tan shërohet personi. Pra është një çështje që do të më kon të hopën. Nuk bën me po veten çast special, saqë unë nuk po më shoh kur kërkuj mi rom sysh. Me po veten çast mirë, unë në këtë aspekt do me thonë, me menu kaq detajisht, e mos me kon të hopën, ti vetë nëse ja dënë të mire një jep ujin e abdesit ati. Edhe dënë Allahu, nëse ka ndodh i habiti pej mos përqendrimit cak, ke i haru me bo lutje, ka doshtë Allahu që ti miron mësysh dikuj, edhe ka ndodh kjo atër me ujin e abdesit e një sholla, i kalen. Ose mënyra tjetër është që nëse ai nuk ta jep tash ujin e abdesit, e që kjo është zakonisht shprehja Allah na rujt, po inshallah dën Allah jep sukses me këtu këshilla dhe bohum ma të hopën me njëri tjetrin, ti pranojnë gabimet që mundom i pos. Atëherë është mirë për shembull përmendet që muftu për shembull ky person drejt nëse është mundësia, edhe tash pe enëve që i ka përdorur ai, lugëve, pirunit, pjotës, pe gjumëve që i ka përdorur ai, me i morë e me i lo me një vend ku rën ujt atë, me një kufe, taj me qëta uj pe gjumëve ti me u pastru. Kjo që apo përmene tash, që shë përmene djetarët mundet me kom për dikën shumë larg menve. Edhe heq mos mi besu, po kjo është pjesë e fesë tonë, është pjesë e dinit tonë që na besujna, se për këto ka argumenti që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj është që ka raste shumë, do me thonë, përgjithshme që mundet me ndodh këtu, po ka njëherë mundet me kon leximi i Kuranit edhe lutja. Pra, ti nuk mundesh me gjetë ky person që dyshon që mundet që të ka rënë mësysh ose ka haset, nuk mundesh me pos kontakt me ta, nuk mundesh me ia lyp ujin, nuk mundesh as me pos gjunë pe ti në këtë formë, atëherë është leximi i Kuranit edhe rukja e vazhdueshme. Këtë aspekt duke i lexuar ajete të cilat janë rreth mësyshit,
edhe rreth hasedit, duke i përsërit ato, duke i përsërit edhe duke shtu lutjen tek Allahu subhanahu wa taala që me të shëru Allahu azza wa jall prej sehret edhe prej mësyshet dhe prej hasedit. Ajo që ka përmend Ibn Hajeri Allahu mëshiroft në Fathul Bari është se kjo rukje është e lejuar përderisa në to janë përmenden emrat e Allahut dhe cilësitë e tij, domethënë nuk ka këtë shirk, përderisa është gjuha arabe edhe ka kuptim plot, edhe përderisa të besohet se nuk vepron vetë rukja, kjo është shumë e rëndësishme me ditë. Pra, rukjen që personi e bën kur i kanë fshil këto dyrë që me marr ujin për atij personi ose shenjat e tij, nuk duhet ky me pas besimin që tash vetë rukja është ajo e cila të shëron ty. Kjo është veç mjet. Po nuk mundet me pas shërim kjo. Shërimet e Allahu subhanahu wa taala. Veç ai mundet me të shëru. Qysh e ka përmend Ibn Qayyim Zadul Ma'ad ku ka thonë se Kur'ani është shërim i plot për gjitha smundjet e zemrës edhe trupit. Për krejt këtu është me lejnë Allahut azza wa jall shërim, po tevekkulin, mbështetjen, lidhjen, krejt varfrin dush me shpërveç Allahut subhanahu wa taala. E dyta është tash nëse personi nuk e din hiç kush është ai i cili ka rrok ti mësysh, ose kush është ai i cili ka xhelozi ndaj tij, atëherë i prekurit i mbetet leximi i Kur'anit, lutjet e vazhdueshme, dhikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes, dhikri para xhumit. Edhe përveç kësaj i mbetet edhe trajtimi me disa prej ilaçeve që përmendin rukjegjit, për shembull çu është uji i zemzemit. Që ai përderisa nuk e din për kujt ka mësysh ose hased, i lutet Allahut subhanahu wa taala që nëse ka mësysh edhe xhelozi për dikujt me shëru Allahu azza wa jalla dhe me pi ujin, ose sipas një grupi dietarëve e pini ujin e zemzemit tani lutet. Nuk është kjo çështje veç një formë e caktuar. Tjetra është me e përdor vojën e ullirit, qoftë për me pi, duke kënuar në Kur'an, ose edhe për lyrje e trupit, duke lexuar domethënë gjithmonë atij Kur'an. Po ashtu edhe përdorimi i mjaltës, duke lexuar Kur'an, edhe duke e ditë se Allah subhanahu wa taala ka përmend se në to Allah azza wa jall mjalt pro kalon shërim për njerëzit. Përdoret edhe duke e pi me ujë, edhe në forma tjera të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lehtësuar personi i cili ka pas dhimbje pe borkut për shembull. Edhe ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me përdor. Një rast tjetër është edhe fora e zezë, edhe përmes kësaj, që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në toko shërim për çdo sëmundje, përdoret domethënë në formë me pi ose edhe vaj i soj, ose edhe me vaj për me ly, domethënë trupin me të e kështu me radhë. Tjetra është edhe një lloj përzimje e cila ka pas efekt që përmendin rukjegjit, që është me e përzi sidrin me krip, edhe me i përdur ato me ulo me topë, do me thonë për 7 ditë, rresht. Shumë për njerëzve, jo pse e ka një argument caktun kjo, po shumë për njerëzve ka doshta Allah i ka shëru prej mësyshit edhe hasedit në këtë formë. Tjetra është edhe hijamja, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se Allah azza wa jall ka lënë to shërim për i plot sëmundjeve, kuptimi i përgjithshëm është. Një tjetër metodë është edhe gjatë kohës kur i këndon për shembull personi veti Kur'an me mësysh, që ka mësysh ose që ka haset për dikujt, duhet që edhe vill shumë, edhe don Allah subhanahu wa taala edhe e largon ata të keqë që ka përmendur Ibn Qayyim se të vjellnat e pastrojnë stomakun, e forcojnë shikimin edhe largojnë dhimbjen e kokës me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Tjetra është nganjëherë disa persona për shembull nëse përdoren gjëra të cilat janë të lejuara, po jo ndaluara, pe bimëve të cilat kanë aroma të mira, edhe me timin e këtyre bimëve të mira ka pas efekte tek
disa prej personave. Këto janë disa prej metodave përmes të cilave lejohet me e kërku ilaçin edhe me pos mbështetjen gjithë te Allahu subhanahu wa taala që veç ai është i cili shëron prej syshit edhe prej hasedit e lutem Allahun azza xhel çdo smut me shëru edhe me i ru krejt muslimanët prej çdo smundje edhe me na mundsu me kuptu drejt ato të cilat janë mos me pos frikë prej tyne, mu mbështet tek Allahu azza xhel çdo gjendje, me koll me dhikr vazhdimisht edhe me lejnë Allahut azza xhel përfundimisht pas kësaj ka me konë edhe një këshillë e cila ka me konë e përgjithshme, cilën ka mu përmend inshallah dobi, cilat janë me lejnë Allahut azza xhel të rëndësishme për neve dhe për gjithë muslimanët.